Dëgjoj, më kujtohen midis gjërave më të çmendura qesharake edhe krejt të pasgjuara ajo që u quajt referendumi I largimit, dhe mbaj mend që atëherë ka pasur një poster me një zog të çuditshëm, të frikshëm që vinte nga Shqipëria për t'i thithur gjakun Britanisë. Premtimi ishte largohuni nga Europa dhe ata s'do të vinë më. Pa gjeni. U larguan nga Europa dhe Shqipëria është bërë një temë edhe më e madhe. Sepse unë besoj që problemi nuk janë shqiptarët, apo të huajt, apo migrantët. Problemi është ku të gjejmë kokën e Turkut për këtë vendim katastrofik të largimit nga Europa, sepse është katastrofik. Kështu që unë nuk ndihem I frustruar apo I dëshpëruar, jo. Mua më vjen keq, më vjen shumë keq. Dhe e thash edhe në një takim tjetër që kur dikush që quhej Suela Braverman, Suela, një tjetër qeveri, kur ajo piketoi shqiptarët, e me qëra fjala ku është ajo? Jo, thjesht mbaje mend që mos u merr me shqiptarët, sepse nëse të mallkojnë shqiptarët, zhdukesh. Dhe unë erdha këtu sepse mu kërkua të vija nga miq mjaft të mirë të Shqipërisë këtu dhe e ndjeva të vija që ta gjeja, por gjeta gazetarë që flisnin për ta. Unë mbrita, shkoj në hotel, gjë e parë është që shoh është një njerëz që vjen drejt meje dhe një roj britanike që përpiqej të më mbronte dhe më thot në shqip. Mirë se erdhe. I thash rojës, s'ka problem, është mik. Dhe ishte kamerier. Më pas, në mëngjes, kur dalim nga hoteli, dëgjoj Edi Rama nga lartë, dhe në fakt roja britanike po përpiqeshin të më mbronin, sepse kishte disa shqiptar në skel, po punonin, po ndreshnin ndërtesën e diçka tjetër, I thash mos u shqetëso se janë miq. Pastaj shkojmë në dhomën e komuneve, pra dikush me uniformë më thot, mirë se erdhët kryeministër. Po 40% e popullsisë tuaj është jashtë Shqipërisë. Jo, pyetja ime ishte, në qoftë se I nxjerr nga vendi këta, kush do t'i bëj këto punë? Kush janë ata të rinj që do të hypin në skel, mbi ndërtesë e do të bërtasin këtu? Cilat janë ata britanikë që do të vinë, punojnë si kamarier, thonë mirë se erdhe, thotë kryeministri. Kush janë ata britanikë që do të vinë të kujdesen për kopshtet tuaja kaq të bukura? Unë besoj që edhe migracioni është tërësisht një kokë turku, nuk është migracioni problemi. Sigurisht, brenda kësaj çështjeje është problemi I paligjshmërisë, I migrantët pa rregullt dhe unë nuk them që kjo është gabim. Por e dini është më përpara ishte do ta lëm, e pastaj tani na thonin na lini. Jo ju, sepse ju jeni braziliane, jo jam angleze dhe holandeze. Po pse e ke këtë emër latin? Pse keni emër latin? Jam martuar me një portugez, arsimuar në Francë, është me fat, pas ke qenë me fat që si martuar me një britanik. Dua t'i jap nga Times, ndje sepse kjo është një pyetje përqendruar tek Mbretëria e Bashkuar, jo tek BE-ja, për dy kryeministra. Më thoni nëse e kam gabim, po të dyja vendet tuaja janë të interesuara për të vendosur qendra pritjeje për të pritur, pra çfarë mund t'i ofroni
madhe në këtë drejtim. Zoti Rama, ju keni patur një diskutim me Nigel Farage në internet dhe e keni ftuar që të vini, në qoftë se një qeveri do të ishte tjetër do të ishte këtu në pushtet, do të ishte ta vënde më të lehtë kjo që të largoheshin migrantët e parregull shqiptar apo edhe kriminalët shqiptar. Më lini të marr pyetjen, të dëgjoj pyetjen nga zotëria këtu dhe pastaj do të vi tek ju. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Gëzin, jam gazetar i pavarur. Pyetja ime për panelin do të ishte lidhur me çështjet e Ballkanit Perëndimor. Në 2024, 22.000 migrant janë kontrabanduar përmes Ballkanit Perëndimor. Duke pasur parasysh që procesi i Berlinit do ta diskutojë edhe këtë çështje. A mendon paneli që këto janë vetëm probleme për Ballkanin Perëndimor apo janë edhe për Mbretërinë e Bashkuar? Dhe a mendoni që Mbretëria e Bashkuar do të jetë në gjendje që t'i ndalë këto probleme? Çështja tjetër ka të bëjë me kamerat digjitale. Kemi parë që institucionet britanike kanë dhënë kamera digjitale për kufirin Shqipëri-Kosovë. Po pse vazhdon qeveria angleze t'ju dërgoj të tilla materiale vendeve të Ballkanit Perëndimor? A nuk mundet këto vende t'i ndalojnë vetë këta migrantë? A kanë nevojë ende për ndihmën e Mbretërisë Bashkuar, se kjo nuk kupton edhe më shumë para që duhen paguar nga tatim paguesit britanik. Ministri, çfarë kamerash keni dhënë? Nuk e dia, çfarë kamerash keni dhënë? Keni dhënë kamera për kufirin shqiptar kosovar? Unë jam pjesë e Ministrisë Jashtme, por kur vjen fjala për bashkëpunimin midis vendeve dhe agjencive të ligjit zbatimit, unë e mirëpres këtë bashkëpunim, sepse është një sfidë që na përfshin të gjithë, sidomos kur ka grupe kriminale apo banda që përfshin në trafikim. Kështu që ne jo vetëm kemi një regjim të ri sankcionimi, por gjithashtu kemi vënë në shënjesër dhe shumë individ në mbar botën për këtë lloj kontrabande e trafikimit që na prek të gjithëve. Kryeministër, për të kthyerit, çfarë mund të ofroni? Çfarë tjetër mund të ofroni? Çfarë keni tjetër për të ofruar? Ne kemi diell, ju s'keni diell. Mund të ofrojmë ushqim, mund të ofrojmë argëtim, ju s'keni argëtim. Ofrojmë plazhet mrekullueshme, diversitet, mikpritje, gjithçka që ju mungon këtu. Çfarë tjetër mund të ofrojmë? Po Nigel Farage e ka pranuar kur do të vi? Jo. Tani seriozisht, ministri përmendi diçka që është thelbësore dhe ka qenë një luftë që e ka bërë për një kohë të gjatë me një sër kryeministrash britanik. Po ka ndryshuar kaq shumë kryeministra brenda një kohe kaq shkurtër sa që ishte pamundur që t'i mbaje mend. Më së fundi kemi nisëm me Rishi Sunak dhe vazhduam me kryeministrin Keir Starmer dhe me qeverinë laboriste, diçka që është thelbësisht ndryshe krahasuar me atë që ka ndodhur për shumë vjet, që është lufta kundër krimit organizuar dhe rrjeteve të trafikimit në terren së bashku, për të shmangur të gjithë kanalet burokratike të shkëmbimit të informacionit, të pritjes. Dhe pastaj që kjo të na çojë që të pajsojmë njëri tjetrin, dhe ka funksionuar në mënyrë fantastike, dhe jo vetëm ka funksionuar në mënyrë fantastike, por ka funksionuar në të tillë mënyrë që besoj se është e qëndrueshme. Pra nuk është një operacion, është një përballje sistemore përmes sistemit me këtë sëmundje të rrjeteve që trafikojnë njerëz. Pra nuk ka të bëj me njerëzit që vinë lirisht këtu, por për njerëzit që trafikohen, dhe ky është një dallim themelor. Kur bëhet fjalë për mikun tim të dashur, Nigel, e kam ftuar. Më ka premtuar edhe publikisht që do të vi.
kërkoj një datë që përkonte me ditën tonë të pavarësisë dhe I thash Nigel më mirë të gjejmë në një datë tjetër, sepse në qoftë se vjen do duhet përballesh me heroin ton kombëtar dhe do dukesh shumë I vogël. Kështu që do të vi. Mendoj që nuk na takon ne të vendosim se kush do të zgjidhet ose jo në Britani, por e kemi parë më shumë se një herë në fundit që puna e qeverisë është diçka krejt ndryshe nga poezia në opozit. Kështu që nuk shoh asnjë problem kur vjen fjala për të bashkëpunuar me këdo. Në fund, besoj që Farage nuk është problemi. Farage është një pasqyrë e problemeve I cili ka një aftësi teatrale për të qenë tërheqës, por problemet qëndrojnë tjetër kund. Kjo është përgjigjja ime. Ai nuk ka ardhur me skap, po ambasadori ka ardhur kështu. Në fakt, ambasadori ka ardhur me skap dhe është ambasador. Ju keni ardhur me viza, jeni askush. Pra, varkat e vogla kanë sjell shumë njerëz me ëndra, ambicie dhe që kanë dashur të luftojnë dhe që I bëjnë nder shoqërisë britanike. Nuk e di Andi në qoftë se ka ardhur me bark apo me vizë, po nuk ka rëndësi. Ajo çfarë ka rëndësi është që të paktën komuniteti ynë I shqiptarëve këtu po jep mjaftueshëm Britanisë që politikanët britanik që etiketojnë shqiptarët ta mbyllin gojën, ta mbyllin atë dreq goje, e të mos I përmendin shqiptarët për asgjë përveç se për gjëra shumë të mira, sepse shqiptarët po japin energji, po ofrojnë shërbime, po punojnë fort, janë krenar që janë pjesë e këtij komuniteti të madh, njerëzit të kësaj shoqërie të larmishme, kështu që kushdo që I prek duhet ta mbyll atë dreq goje. Përveç me jesë do të them diçka, po s'po I prek. Pyetja më e dukshme është, a ka një alternativë për kundrejt Bashkimit Evropian? Natyrisht administrata e Shtetit Bashkuara të Amerikës aktualisht është mjaft armiqësore me BE-n. A ju duket kryeministër se ju duhet të zgjidhni? Ka një alternativë kundrejt Bashkimit Evropian në qoftë se ka një alternativë kundrejt lirisë së lëvizjes, kundrejt të drejtave të njerëzit, kundrejt shtetit së drejtës. Më gjeni një alternativë për kundrejt këtyre 3 gjërave dhe mund t'ju them që ka një alternativë për kundrejt Bashkimit Evropian. Të gjithë ata që duan liri, të gjitha lirit, përfshi lirinë e lëvizjes, të gjithë ata që duan që të drejtat e njeriut të jenë të padiskutueshme për herë, të gjithë ata që duan që shteti së drejtës të jetë gjithmonë I paprekshëm, ka vetëm një alternativë: Bashkimin Evropian. Mirë, ne kemi shumë sfida, po kur vim Britani ndihemi më mirë për sfidat tona, po pse ndodh kështu? Çfarë do të thuash? Çfarë do të thot saktësisht? Mos më ço aty se kemi dhe ministrin. Kështu që kam përshtypjen që ka boll dhimbje, nuk ka nevojë më shumë prej nesh. Natyrisht që kemi sfida, por siç ju thash përpara hyrjes në këtë sallë, jemi në një periudhë kohe ku Europa po sillet shumë mirë me ne. Është e vështirë që të bësh biseda pikante, edhe rreziku për të qenë I mërzitshëm është shumë I madh. Rreziku që t'i bëjmë të gjithë këta të rinj të mendojnë që po humbasin kohën me ne duke dëgjuar të gjithë lavdet tona, sa mirë po ecën Malizi, sa Shqipëria po ecën mirë, është I madh. Ajo çfarë mund të them është që në përgjithësi besoj që në këtë pikë në kohë ne po ecim më mirë se Europa. Keni ende besim të procesi antarësimit në BE? Çfarë do të thuash me këtë? Është ende një objektiv I rëndësishëm për vendin tuaj? Do të jetë transformues? Dëgjoni, unë kisha besim edhe në kohën kur ishte qesharak
shkake për të pasur besim, por jo vetëm unë, por shumica dërmuese e shqiptarëve, më shumë se 90% e tyre i besojnë Europës dhe Bashkimit Evropian, antarësimit në të, sepse për ne nuk është asgjë pos asaj që ishte për etrit themelues, që më së fundit të jemi në pozitën ku zgjedhim lirisht të jemi dhe jemi të sigurt. Për ne, kjo është një bindje shumë e fortë, një besim i patundur dhe çfarëdo që të duhet, do të jemi pjesë e betejës për të qenë pjesë. Qysh prej agresionit kundër Ukrainës, fal Vladimir Putinit, Europa u zgjua me zhurmë. Dhe jo vetëm po thotë se sa e rëndësishme është gjeopolitikisht për ta marrë Ballkanin perëndimor brenda, por po bën edhe më të mirën të mundshme për ta shpejtuar një gjë të tillë. Ne aty ishim edhe më parë, punonim fort edhe më parë. Përmbushnim kriteret për nisjen e negociatave edhe më parë, që u konfirmuar 3 herë me radhë nga Komisioni Evropian, por u refuzuam. U refuzuam pikërisht sepse fjalët e veprat ishin larg njëra tjetrës. Tashmë Europa është e tëra pro kësaj në lëvizje për të arritur këtë gjë dhe me shpresë më së fundit do të arrijmë këtë objektiv, do të realizojmë një ëndër dhe më pas një epokë e re, një jetë e re do të zërë fill, natyrisht me sfidat reja, sepse sfidat janë gjithmonë të pranishme, nuk do të marrin kurrë fund. Po së paku do të kemi te i kaluar këtë pengesë jashtëzakonshme midis nesh dhe vete, sepse ne përkasim aty dhe nuk mund të qëndrojmë jashtë. Dëgjoj, ajo çfarë tha Natalia është diçka që ne kemi përjetuar vetë në kuptimin që procesi është binar, nga njëra anë është tërësisht teknik dhe nga ana tjetër është tërësisht politik. Një gjë është e qartë si do qoftë. Nuk mund të kesh asnjë mbështetje politike nëse nuk përmbush aspektet teknike të procesit në çdo fazë. Por mund të plotësosh të gjitha aspektet teknike në të gjitha fazat dhe po kështu mund të përballesh me mungesë mbështetjeje politike. Kjo është shumë e qartë. Dhe kjo është ajo që praktikisht në një moment të caktuar në kohë e bëri BE-n të shfaqej si një hipokrite e madhe përkundrejt nesh, sepse ajo çfarë thonin nuk përputhej me realitetin e fakteve. Dhe nuk po jepnin rezultate, dhe s'po jepnin rezultate sepse Europa është një paciente me 27 doktor, ishin 28, po njëri prej doktorëve u çmend dhe ju desh të shkonte të merrte një tjetër kur, ndërkohë që 27 të tjerët ranë dakord më vonë, e duhet bini dakord 100% dhe në fakt për 3 herë me radhë kishim pak nga këta doktor që nuk ishin dakord, nuk na lanë që të ndërmerrnim hapat e mëtejshëm. Në këtë mënyrë gjërat kanë ndryshuar, sepse dikush këtu, nuk e di kush e përmendi pararendës, më kujtohet në fakt që disa vjet më parë ishim tjetërsoj, Shqipëria nuk ishte, jo vetëm nuk ishte pararendëse, por as rendëse, po themi. Ndërkohë që tani na thuhet që jeni pararendës, jeni pararoj, dhe I them ju lutem në çdo bisedë mos e thoni më këtë fjalë, sepse ndez një lloj mërie te të tjerët. Gjithsecili bën atë çfarë duhet të bëj. Pastaj, disa të tjerë janë më të mirë pozicionuar në një moment caktuar në kohë, në një pozitë, jo, disa të tjerë një pozitë jo më të mirë, jo kaq të mirë në një moment caktuar në
kohë, por gjërat ndryshojnë, çdo vend duhet ketë mundësinë të përmirësohet, pa u etiketuar si në balë të garës apo në fund të garës. Kur bëhet fjalë për pa kënaqësinë, po sigurisht jemi Ballkanas, pa xhelozin, pa mëri ndaj njëri tjetrin, pa gjykimin e suksesit të tjetrit, nuk do të ishim këta që jemi. Por lajmi i mirë është që nuk jemi vetëm më në këtë botë, sepse një herë një kohë ishim ne ata që luftonim, përçanim, që zgjenim kur rrugë për kompromis brenda vendeve tona dhe midis vendeve tona, kurse tani kudo është kështu. Kështu që tani klubi Ballkanas është bërë kaq i madh dhe ballkanizimi i politikës britanike, e ballkanizimi i politikës franceze, e politikave tjera është tashmë një fakt. Është një ballkanizim kaq i madh e i thellë saqë na duket vetja si të rriturit në dhomë kur shohim se si të tjerët grinden me njëri tjetrin dhe si kanë pikpamje të ndryshme edhe për barka, disa i quajnë barkat vogla, disa i quajnë barkat të ndarjes. Dhe madje ju pyesin pse u shkëputët nga Europa, donit më shumë barka, kemi më pak barka, donit më shumë investime, keni më pak investime. U larguat sepse donit ishit më të lumtur, tani jeni më të depresionuar. Kështu që mirë se erdhët në klubin e Ballkanit.